Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin për mbi të gjithë të dashur, besimtarë dhe besimtare. Ja dërgoj sot këtë selam, mëshirën dhe rahmetin e Zotit në ditën e parë të Dhulhijhes. Pra jemi në një hanë të re, një hanë e bekuar, hanë në cilën Allahu xhelle xhelalu ka premtuar mëshirë, rahmet, mirësi, begati, falje, shpërblime të mëdha. Sigurisht që ka mirësinë, urtësinë e Zotit, ai i cili e ka jetën në këta 10 ditë. Allahu xhelle xhelalu i lavdron këta 10 ditë në Kur'anin e Madhrueshëm. Betohet në këto 10 ditë dhe 10 natë në Kur'anin e Madhrueshëm. Të kalon Zoti xhelle xhelalu jetën, pra shfrytëzoj këto ditë duke kryer vepra të mira. Sot ishte dita e parë e Dhulhijhes, dita e parë e një angazhimi të madh të mijëra dhe miliona haxhive që po mrejnë dita ditës në Ka'ben e bekuar për të kryer një nga 5 shtyllat e Islamit, haxhin. Inshallah Allahu t'ua pranojë të gjitha. Por nuk ngelen pa shpërblim, nuk ngelen pa adhurime edhe ata të cilët nuk janë në Ka'be. Pra shumica nuk janë, normalisht, sikur jemi ne. A kishe mundësi sot që me gdhej agjërushëm? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, adhurimet, veprat e mira në këtë 10 ditë janë më të mirat në gjithë ditët e tjera, më të shpërblyeshme se sa gjithë ditët e tjera. A mundesh me qenë sot me shtu 2 rekat namaz, veç namazeve të tjera ditore, qoftë ditën, qoftë natën. A mundesh sot me dhanë prej pasurisë, prej mirësive dhe prej begative që të ka dhënë Zoti xhelle xhelaluhu, se shpërblimi është më i madh se sa në ditët e tjera. Pra, a mundesh sot me ndihmu njëri me ju gjinë pranë atij, me i qa hallin atij? A mundesh në këtë ditë me përmend Zotin xhelle xhelaluhu më shumë se sa në ditët e tjera? A mundesh në këtë ditë me qenë më i mirë se sa në ditët e tjera? A mundesh me këtë ditë me u ndalu nga gjinafet? Ne e dim që robin e ka plen gjinafet shumëta, nga më të ndryshme. A mundesh ti me u ndalu bashkë me mua? Pra Allahu na ruaj nëse ke qenë tek gënjeshtra, tek immoraliteti, tek zinaja, tek bixhozi, tek shumë vepra të këqija. A mundesh me u ndalu në këto 10 ditë? Të të fali Zoti, të të mëshiroj Zoti. Dhe të qitirë këto 10 ditë mëshire, 10 ditë falje për ty. Pra bashkë me mua të angazhohemi se ka një rregull në këtë botë. Ditët vijnë edhe e gjejnë se cilin prej nesh, por nuk është e sigurt për kur të vjen herën tjetër, do na gjejnë ne apo s'do na gjejnë ne. E shohim që dielli me të gdhenjë mjest, me tagu, kalon perëndon, vjen nata. Dhe kjo lëvizje është e pandërpreshme deri ditën e gjykimit. Ju të dashur, kujtoj dhe veten time, angazhohuni në vepra të mira, në agjërime, në sadaka. Çfarë të keni mundësi nga veprat e mira dhe sa të mundi ndalohuni nga të këqijat, që Allahu të na fal. Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'anin e Madhrueshëm gjithmonë thot, veprat e mira i shlojnë veprat e këqija. Bahu prej këtyre, Allahu të bekohet bashkë me mua, edhe inshallah të gjejnë mirë këto 10 ditë me adhurime, dhe të na gjejnë mirë edhe dita e Kurban Bayramit, që është finalja e gjithë këtyre ditëve. Por mos harrojmë se mëna këtyre 10 ditëve është edhe dita e Arafatit, nata e Arafatit, që janë net ditë të bekuar me mëshirë dhe me rahmet tonë. Allahu të na falë, na mëshirojë dhe të na bëjë për atyre që adhurojmë vetëm Zotin e gjithësisë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.